Gentian Vlasa vje me këngën e tij më të re natyrisht, të vizualizuar me videoklipin e tij Një botë. Gentian, eja këtu të lutem. Kam kënaqësinë të kam sonte këtu. Tonë si. Si e ti? Edhe pse një pamje prej rockeri, më shumë po dukesh si rocker? Këngëtar jove se reper, një përmesim, reper më mirë. Reper më mirë. Mirë, se unë gaboj ko pas kohë për to gjëra, ullu të lutem. Bleni, e ke parasysh këngëtarin e grupit Pantera? Si e ka emrin? Filip Anselmo mërbur, Filip Anselmo. Ashtu duke të ka atë fuqin prej rockeri, prej metalci. Mirë, me qëta të, Gentianin e kemi reper, sot vje për herë të parë në studion time, vje për herë të parë dhe para publikut të First Channel, me këngën e ti Një botë, dhe naturisht, përveç se du të klasin për këtë projekt, i cili nuk do shumë fjalla, po jo, se do të shohim, gjithë puna që keni bërë, gjithë ato fjalli keni thurur aty brenda, bashkë me këngën, bashkë me videoklipin, por sigurisht që kemi pak falënderime për të bërë aty, apo jo? Po, gjithë. Kemi njerëz të cilët janë një marin njerëzish kur punojnë në videoklip, edhe pse kënga gjatë 3 minuta, Parafërsisht 3 minuta. Puna është shumë e madhe për të arritur deri aty. Mirë, kush është Gentian Vlasa? Po flasin gjithmonë për karrierën e tij muzikore. Kur filloi, çka bën, edhe pse unë e di, jemi njohur edhe pak më herët, ti merresh ka kohë me shkrimin e teksteve, mbas edhe këngën të cilën do ta ndjekim me videoklip është një tekst i shkruar para pak kohësh apo. Gentian Vlasa është një 21 vjeçar, jeton në Prishtinë, më saktësisht te varrezat e qytetit afër Dragdanit, po edhe rrokë edhe me Vranjevc. Mirë. Sa i përket shkrimeve, me shkrime kun filluar shumë herët më mirë, ndoshta dikun ka fundin e shkollës fillore, po nuk u minjizu atëherë. Sa i përket injizimeve, kjo ka filluar dikon rreth 4 vite ka puna e injizimeve që ja ku nis më mirë, mas saktësisht tekstet që a i shkruj, mi lidh me ose mi qit në bita, në reperat që thojnë anë instrumentala, dhe ka rezultu që mund ka pëlqy mas pare vetja që qysh po del vokalli jam, lirika jam, metaforat e mija, rimat e mija, që a i thurin e për tekste, edhe e shoh vetëm që me vazhdu në këtë drejtim. Dhe bëre këngën e parë faktikisht. Je i kënaqur me gjithë projektin kështu? Këngën e parë, me videoklip jemi duke me videoklip, po, se ma saksisht të ne që qarkullojnë kështu në publik, mi thonë që atë publikun që e këmën e që ata që a mëgojnë, pa më parasysh, a veç shoka, ata që e kuptojnë se zhanëri i hip-hopit që e bëjën, është një pjesë që a nuk e ngojnë shumë të na, po se të na një me ka morë një kohë tjetër muzika krejt, na pëdina në qëfar aspekti po jetëna e muzika jonë të na, e sa i përket hip-hopit, hip-hop underground, të na qësh njët, po njët edhe kejtë botën, unë e kom intinjizu me dikon rrëth 20 kongë, po qa qarkullojnë e për publik, po është edhe një mixtape i toni cili nuk është në dhurë të publiku që e kanë veç qëshni jam që apo di u me që ashtu suqita alo, ka sene që ajon pa miksume. I vjekua, kismeti zhërthojnë edhe do të me dalë. Po është problem financiar kjo ngecja faktikisht edhe dalja në publik gjithmonë po aludoj të televizionet me që sot një këngëtar po spati videoklipe ka pak të vështirë të futet në treg? Sa i përket sa ngecës financiare, është një problem. Zakonisht kete kanë atë problem, po kur një sen që apë e dënë edhe që atë dënë me punu në atë drejtim, nuk kemë mujtë me... Nuk ka që të nalë diska. Për videon, ma saksisht, kër ja këna njësë me punu për video, ideja njerë nuk u ka në jamja heq. Fillimisht, konga ka qenë e për durt njerë me ngu njerëz apo ju pëlqen. Në fillimisht njerëzve tafërt, që ata ti thojnë fjallët ma direkt, pa marë parasysh a ka me konë kritika pozitiva a negative. Çdo muzikant bën kështu natyrisht. Edhe mu kanë drejtu me lavdata, nashta dikush nuk e ka gjetë vetën në atë muzikën që e bëjnë, në atë tekstin që është ndërtu në kongën Një botë, edhe dikun e ka pëlqy shumë. Edhe aty në që aju ka pëlqy shumë ka qenë produksioni i ri i cilë është Atom Production. Ma kanë shfaq skenarin mu më ka pëlqy, unë e kom dërhy me disa ideja, edhe gërshëtimi tyne e ka rezultu me një video si kjo, që do të shohim në emisionin tu. Për një 21 vjeçar i ri në këtë aspekt, mjaft po flet. Po isha ka vetëm desha të them që shumë bukur e prezentove punën tënde, po me gjitha të, tani është koha që ta transmetojmë videoklipin, që gjitha të fjalë
mos mbetën vetëm në ajër, por të tregojmë se për çfarë po bën fjalë edhe Gentiani. Do ta transmetojmë për herë të parë premierën në studion ton, premierën e programin ton të përjavshëm të së shtunës në orën 21, First Show, një botë titullot. Këndon Gentian Vllasa. Vazhdon të jetë me mua në studio për të folur pak edhe për planet e tij afatgjata, me që shihet që pasioni i tij është i jashtëzakonshëm dhe premton që të ardhmen do ta ketë të bujshme dhe s'ka kush e ndal apo jo. Po, mirë. Ndjekim një botë kënduar nga Gentian Vllasa. Ndoqëm edhe videoklipin Një botë, kënduar nga Gentiani, i cili vazhdon të jetë me mua këtu. Gentian Urime, mu më pëlqeu videoklipi, nga Atom Production apo jo? Po. Kush janë këta, se unë nuk i kam dëgjuar asnjë. Atom Production, këta janë do t'jam 3 në lagje, janë shumë 3 edhe janë jashtëzakonisht talentum. Puna aty në, si që po të dhe në video, ka skena cilat në vid produksione profesionale nuk mujnë mi realizu ato, na me shumë pak mjetë sa kena posi kena realizu. Edhe ka dalë diçka shumë e mirë për ty në. Po një punë serioze, me të vërtet, urime, uroj që mos të ndalësh hapin tashmë, dhe mos të ndalësh edhe nivelin e kualitetit, sepse është shumë e rëndësi që të vazhdojsh tani, nëse nuk mund të hedhësh hapa përpara, është mirë të qëndrosh aty, tu qysh ke filluar është shumë e bukur. Mirë, ke filluar, ta marrim si sot, ke filluar sot faktikisht, për të shkuar ku? Po rrugën e që e ku marrë me hip-hop, ose qaja rruga që mi thonë një rrugë e hip-hopit, nuk e shë diçka që e shë vetën non-stop të njetën të. Nashta se edhe studioj, jam vitin e dytë në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Ekonomik, po sa i përket, ato është prioritet. Sa ana e hip-hopit është diçka që e bëj me qef, një farloj pasioni, mi thonë, nashta është veç koha e rini, si ki qef me muzikë, mu merë ose diçka, diko nashta vjen një ngecje në gopna, po shkrimet jo, shkrimet nuk i la, është diçka që është një dhënti, mëj me përshkru shane shumë mirë, nashta edhe metaforat me zbukuru diçka edhe po del diçka e mirë, po. Pjesë e bukur, kreative e punës tuaj, natyrisht, teksti kërkon ato gjëra, po më thuj, kë ke model ti, sepse vazhdimisht i pyes reperët që vinë në studio. Dëshiroj të di se kë e kanë model, dhe a nifesh me grupet e rap skenës kosovarën? Po, faktikisht, me thonë që se ngaj hip-hopin ose rapin që asë zhvillohet në Kosovë, nuk them se e ngaj shumë, se kena shumë repera talentum, edhe është diçka që mundëm me përfasu venin shumë mirë në jashtë, pa më parasysh që është veç hip-hop. Po, sa i përket kanë e këm simbol që i marë. Muzikën që asha, hip-hopin që shana, ti nuk gudzë më nishë qa po bënë dikush, ti do të me konë vetë vetja. Edhe nëse i kalon kufit, nuk je vetë vetja, atëre po realizën diçka falcë. E që ajo ka ndodhë në me një përqindje shumë të madhe, që ty në repera që apo dalin skenë momentalisht. Po më parasysh dikush është i forë shumë financiarisht, edhe po del. Po nashta ketë puna teksit i shkum tjetër kështë, se mos tëm një 90% industrisë muzikës të na funksionan për teksteve të repera. Vetë repera që a i shkru. Nashta ju nuk e dini, po është një informacion. E dim, naturisht që me thonë, na jem ata që apë shtim funksion edhe muzikën në Kosovë, pa mërë parasysh që jem repera. Nashta jone, po ka shumë tjerë që i njohëm, edhe nëse nuk i dalin. Ako mas më tregon modelin, kë ke model? Po, modelit ngaj shumë rap francez, rap amerikan, apëtin edhe dikun pak atu, edhe mënona që se normal, na mas luftës ja këna njësë me hip-hopin që me thonë me kultivu ma shumë. Po ti fletë frangjisht? Jo, frangjisht nuk flasë, po është puna shysh, ata kanë gjuhë shumë mirë se rimimin që e bojnë ata, gjua ja u ka folë, kanë atë përparësi, rimimin që ja kanë tekste, është shumë i veçantë. Mu më pëlqen shumë. Sa i përket, hip-hopit e nana shumë, me thonë, nuk jena shumë provoj, me thonë hip-hop, na si shqiptarë, se mas luftës ja kena njësë, nas ta ka posë para luftë, për si ka ngu kërkër, se dim që rockit e na ka bo shumë bujë dhe vazhden me bo, se hip-hopit edhe një jetë mi a epse se në nëzënë rockën. Ej, Roku! Amo! Bravo! E, një deklaratë e qëdishme nga një reper, ej. Po, jo, kjo është deklaratë se është asisoj, se hip-hopi... Nuk është ashtu mërbur, se Rokun e kanë shkelur, e shë, ne bëmë vetëm në televizion. Po, normal, e keni shkelur, Rokun e keni shkelur. Se ku pëdu me dalë tash, po faktikisht, kove të fundit, hip-hopit të na ka bo bujë shumë të madhe. Na, që është me thonë, na shta shumica e njerëzë që ka ngu hip-hop, kanë qenë
në televizion mas lufte, në Viv, në MTV, që a i kena pos atëre këto rrjetet satelitore, se s'ka ndiq, se s'ka pos internet, s'ka pos YouTube, edhe njëm konë shumë i ri. Në nashta hip-hop ja komunizmin ku dikën që 10 vjetë mu me thonë, po është diçka e rejtë na. Halo, kultivimi saj ka nevojë shumë, edhe pse ka shumë njerës që janë në pjetestal me hip-hop këtë të na. Natyrisht. Kë për shumë, kë du ta vëqojë në Kosovë? Në Kosovë, vallaj nuk përdi... Ka shumë, e di? Ka shumë, përdi tash grupacionet ndryshme, po nësaj përket se qysh ka ne dojnë njerës ma shumë, këna mujt me vrejt se pikspare rebelin e dojnë shumë. Unikatilin? Po, qa më pëlqen tjetër të një reper tjetër, mu më pëlqen shumë që qysh përdorë metafora në tekste, qysh i lidhë sana, qysh e përshkrunë. E të na ko shumë për aty në tash më stjuhi me amna se... Po pse jo, i kemi të njohshëm, i kemi tingullin e trant, e kemi etnonin, kemi daliksat, i kemi hien e jetës. Po, jo, faktikisht kena shumë. WRC, kemi shumë... Inshallah nuk për haroj dikë. Kemi Goldegjin tani që me të vërtet me një form tjetër, po me një form tjetër që po arrin. Kemi Noizin që është futur në Kosovë. Po faktikisht këto që e folë, të nashta vështë një grup e atyne që e folë e bojnë këtë muzikë në underground. Kitë kanë kalun diçka tjetër, e së nësmej me dhonë një përgjigje për ta se shkort nuk i ngajnë disa për tyne që a i folë të. Po, në regu, qartë. Vetëm më interesoj, jo pa pikma si ceka diso emra, edhe uroj që nuk e kam haruar në një kënd, sepse jemi mishë të gjithë. Jo, gjithë. që ata që janë s'kinë, që ata i për mene. Jemi shumë të vegjel si popull dhe jemi pak, kështu që njifemi gjithë mes vete, po unë uroj që të keshtë dhe në një bashkëpunim, në një grup i cili mbase do të fuqizonte edhe karirën tënde pak më shpejt që shtynte. Apo ti dëshiron të qëndrosh të ka undergroundi? Jo, shërëtonit që shane, nëse nuk është puna se ti me bo bashkëpunimin gjithë edhe me dhez. Të do të me punu shumë që me arrit të dikush që ty më të pas që ti e mirë. Jo që ti me shku dikujna me abo e jone e kumbojsh të senë ngaj, që atë është ta kejt efekti i kësojna. Pa mërë parasysh se a dënë me bo bashkëpunim, as dënë me bo me dikon. Në dhe që ta s'ku bo bashkëpunim se... Ej, është për të përshëndetur për sëri, jam shumë sigur. Jo, vërtet, sepse për një 21 vjeçar unë nuk do të aprisja në deklarat të këtil. është shumë më rëndësi që ta sjellësh identitetin tënd, ti je origjinal dhe i sinqert mas pari me veten. Po, që kjo është një njerëz që bën hip-hop, ose që shkruan tekstën, nëse ti dali jashtë vetes atëherë edhe ëndra që ai shkruan hip-hop do të më shkruaj si ëndra, apo do të më ditë që është ëndër. Në këtë rast do ta kishim veçuar Eminemin. Dhe famën e tij të jashtëzakonshme, pikërisht sepse i ka këto elemente që po i thua ti. Po, ajo është kulminacioni i popit, më marrë apo tekstet që ai ka. Jeta e tij Lirikisht të në zdi që ka njeri ma të fort një pop, pa më parasysh me këne kalon për masë, ose këne ka kush ka marrë për para, në të ardhmen, që anë afrën si djetë armja, se kemë dora do. Absolutisht, po. Indian, ishte knasësia më e madhe që të kemë në studio, por të premtoj që nuk do t'jetë hera fundit. Në fakt, ti më premtoj që nuk do t'jetë hera fundit, që varet tash nga gjithë ju që krijoni, ne jemi të hapur gjithmonë që ato ku m'japët mundësia mu, në kom qef me respektu ata, edhe nëse vazhdojnë me punu, atëre gjithë shka kemi pos informacione mbi rrjedhat e karrierës ta. Gjithmonë jemi të hapur, Indian, si të pranova, ashtu po të përcjell nga studio, me që këtu edhe shënojmë fundin e emisionit tonë, faleminderit shumë, mi përshëndet gjithë ata që i ke pranë atë mahallën tënde, se të gjithë që po vinë nga një mahall, interesante. Po normal, vimi për mi përfatsu pisa ati veni ku vim. Natyrisht që po. Mahalla mbi të gjitha. Do të takomi, të falat të gjithë, faleminderit shumë, suksese.